Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Ndalu një çast. Mos u brengos, sepse brengosjet të shqetësojnë edhe më shumë rreth të kaluarës, të friksojnë mbi të ardhmen, si dhe të harxojnë ditën pa aktivitet e punë. Mos u brengos, se mërzia ja ndal zemrës të rrahurat dhe e bën të punojë me dhimbje. Brengat ta mrolin, ta nxijnë fytyrën dhe ta shuajnë shpirtin dhe t'i humbin shpresat. Mos u pikëllo, se e gëzon armikun, shqetëson shokun e mikun dhe ziliqarin e dëfren. Dëshpërimi nuk ta rikthen atë që të shkoi dhe humbi, s'ta ringjall të vdekurin, e as nuk e ndryshon caktimin, por as se heq dobin. Pastaj më e rrezikshmja është se dëshpërimi rrjedhën e ka nga i mallkuari. Të rënjos thellë shpreshumbjen, duke të paraqitur para syve varfërinë, të jep humbje të vërtet e dështim të fortë. A nuk ta hapëm ne gjoksin dhe ta hoqëm barën e rënd e cila shtypte shpinën tënde dhe ta ngritëm lart famën tënde? E padyshim se pas vështirësisë është lehtësimi. Vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. E kur ta kryesh obligimin, atëherë adhuroje Allahun dhe vetëm te Zoti yt përqendroje synimin. Mos u pikëllo përderisa je besimtar që beson në Allah. Me të vërtet ky besim është sekreti i kënaqësisë, qetësimit, i paqes dhe lumturisë, dhe se hamendja, e keqja dhe vuajtja është me pabesimin dhe me dyshimin. Plot njerëz të mençur, të mprehtë, të talentuar kam parë, por çdo kur zemrat e tyre ishin larg dritës dhe shkëlqimit të misionit islam, të zbrazura nga kjo dritë, gjuhët e tyre ishin të shuara dhe të lidhura si me pranga hekuri ndaj ligjeve dhe rregullave islame. Thot Ebu el Ala el Meari për islamin e pastër: kundërshtim, po ndaj nesh nuk ka mundësi tjetër përveç heshtje dhe nënshtrim. Ibn Sina thot: me të vërtet intelekt aktiv është ai që lë gjurmë në natyrë. Ilia Ebu Madi thot: erdha nuk e di prej nga, por unë mbrita. Shikoja rrugën para meje dhe ecja. Para kuptova se robi bëhet i lumtur sipas besimit që ka. Shfaqjet e fjalëve të këtyre filozofëve të vonshëm janë rrjetë pa ndërprerë nga ato fjalë të forta të mizorive të dikurshme, ndër ata më i devijuari mëkatar është Faraoni, i cili tha: o ju pari, unë nuk njoh ndonjë zot tjetër për ju veç meje. Unë jam Zoti juaj më i lartë. Mjerë për këtë mohim të tyre që shkatërroi botën. James Allen, autori i librit Ashtu siç mendon njeriu, thot: sa herë që njeriu ndron mendim mbi gjërat dhe njerëzit rreth tij, ndrojnë edhe njerëzit e gjërat përreth. Lërë ndonjë person të ndryshojë mendimet e tij, do të habitesh nga shpejtësia e ndërrimit të gjendjes materiale të tij. Pra gjëja e shenjtë që ndryshon qëllimet tona është vetvetja. Shi çfarë thot Allahu për mendimet e gabuara dhe gjurmët e tyre. Por ju menduat se i dërguari dhe besimtarët kur nuk do të kthehen te familjet e veta, dhe kjo bindje në zemrat tuaja ju duke mirë dhe patët mendimet këqija. Ju ishit popull i shkatëruar. Ata formuan bindje të padrejtë ndaj Allahut, bindje ignorante. Gjithashtu një thënie tjetër e James Allen: çdo gjë që njeriu arrin ta bëjë është rezultati drejt për drejt i vetë mendimeve të tija. Pra njeriu mund ta lartësojë veten, të triumfojë, të arrijë plotësimin e qëllimeve dhe dëshirave të veta, mirë po e gjitha kjo varet nga mendimet e tij. Allahu për vendosmërinë dhe mendimin e vërtet thot: e sikur të kishin dëshiruar ata të dilnin,
do të kishin bërë për të ndonjë përgatitje, por Allahu se pëlqeu ngritjen e tyre. Ai e dinte se ç'kishin zemrat e tyre, ndaj u dhuroi qetësimin. Mos të tronditin të pavlefshmet, se e gjithë jeta në përgjithësi është pa vlerë. E hodhën një mendimtar në thonjtë e luanit, mirë po deshi Allahu dhe e shpëtoi nga kjo. E pyetën, për çfarë mendoje kur u gjende përpara luanit? Tha, mendoja për pështymën e tij. A është e pastër apo jo dhe çfarë thon dietarët për këtë? Që të dija jam i pastër në çastin që do të vdes. Allahun përkujtova edhe në momentin më të vështirë. Mbeta trim i paluhatshëm, ndonse s'më linin të lirë. Harova të gjithë kënaqësitë tërheqëse në këtë botë, në ditën e luftës së rëndë, për hir të Allahut fuqiplot. Allahu i dëlloi disa shokë të dërguarit nga të tjerët sipas qëllimeve të tyre dhe tha: Pati prej jush që e deshën këtë jetë, e pati prej jush që e deshën botën tjetër. Një njeri i urtë ka thënë: Më trego për interesimet e njeriut, të tregoj se ç'person është. U përmbys një anije e vogël që ishte duke notuar mbi det dhe një besimtar anë ujë. Nga që nuk dinte not, filloi marrjen e abdesit në det, duke prekur me dorën e tij gjymtyrët një pas një. Valët e detit duke e hedhur dhe përmbysur në fund, e nxorën në breg dhe robi i shpëtoi. Kur e pyetën për këtë, ai tha: Desha të marr abdes para vdekjes që të jemi pastër. Sa i mirë që je, edhe nën hallkat e hekurta, misionin tënd të shenjtë nuk e harrove. As qerpiku i syve gjumin nuk shijoi, derisa vdekjes pa frikë ju afrove. Imam Ahmedi, edhe në momentet më të vështira kur përballej me vdekjen, u jepte shenjë të afërve të vet, të cilët i pastronin gjymtyrët dhe i jepnin abdes, që të mos t'ia harrojmë larjen e mjekrës me ujë. Këtë ua përkujtonte pa ndërprerë me shenjë. Ndaj Allahu u dha shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë të botës tjetër. Mos u trishto kur të shohësh armiqësi të hapur. Nëse bëhesh falës dhe i kapërcen shkeljet që të bëhen, arrin fisnikërinë në këtë botë si dhe shpërblimin në përjetësi. E kush fal dhe bën pajtim, shpërblimi i tij është tek Allahu. Lexo fjalën e Shakespeare-it: Mos e ndiz furrën fuqishëm kundër armikut tënd, se ndodh ta djegësh veten tënde në të. Dhe thua ju syve se për diellin ka të tjerë sy. I sheh edhe nën mjegull dhe kur dalin e të ngrojnë ty. Bëu falës i syve që Allahu a fikut dritën, nga shikimet e tyre nuk lodhesh e humbja ikën. Njëherë një njeri i tha Selim ibn Abdullah ibn Omerit, dijetarit të brezit të dytë: Ti me të vërtet je keqbërës. Ai u përgjegj: S'më ka njohur askush tjetër përveç teje. Një letrar amerikan ka thënë: Mundet që shkopi i fortë dhe guri të mi shkatrojnë eshtrat, por fjalët kur nuk munden të më thyejnë. Një njeri i tha Ebu Bekrit: Pasha Allahun do të thyej me një sharje sa që edhe në varrin tënd do të hyj me ty. Ebu Bekri ju përgjigj: Jo me mua, por në varrin tënd do të hyj së bashku me ty. General Eisenhower thot: Mjaft tani, e mos të humbim kohë duke menduar rreth njerëzve të cilët nuk i duam. Njëherë i thot mushkonja drurit të palmës: Mbau fort sepse dua të fluturoj. I tha palma: Unë nuk të ndjeva as kur zbrite mbi mua, e si të ndjej kur do të fluturosh? Allahu thot:
dhe kur kalojnë pranë së keqes, kalojnë duke e ruajtur karakterin. E kur me fjalë u drejtohen ignorantët, ata thonë, paqë. Filozofi i madh kinez Konfuci thot: me të vërtet, njeriu i zemëruar gjithmonë e mbush veten me helm. Kurse në hadithin e Muhamedit kemi këto fjalë: mos u zemëro, mos u zemëro, mos u zemëro. Zemërimi është prush nga zjarri. Shejtani e mund njeriun shumë shpejt në 3 gjëra: kur është i zemëruar, kur ndjek epshin dhe kur është pasiv. Kështu është kjo jetë. Marcus Aurelius, i cili është një ndër burrat më të mëdhenj të sunduesve në mbretërinë romake, thot: sot do të takohem dhe do të pres njerëzit që flasin shumë dhe vetjakët mohues, por nuk do të mbetem i mahnitur e as i shqetësuar, pasi kurse përfytyroj që bota të mbetet pa këta. Mos u habit nga të këqij ndonse janë të shumt, por habitu nga bamirësit ndonse janë pakic. Aristoteli ka thënë: me të vërtet njeriu shembullor është ai që gëzohet kur bën mirë, e turpërohet kur ja kthejnë të mirën, sepse ofrimi i mëshirës dhe butësisë të lartëson, kurse pranimi i mëshirës dhe butësisë është argument i dështimit. Dora që ri lart është më e mirë se dora që shtrihet poshtë. Dora që ri lart është ajo që jep, e dora që ri poshtë është ajo që merr. Mos u trishto nëse fiton kafshatën, një grusht ujë dhe pëlhurën që të mbulon trupin. Njeri nga marinarët kishte humbur në oqeanin e pafund dhe 21 ditë qëndroi kështu i humbur, duke mos ditur fare se nga të merrte drejtimin. Kur shpëtoi nga kjo, e njerëzit pyetën se çfarë mësimin mori nga ky pësim i tmerrshëm, ai u tha: mësimi më i madh që nxorë nga ky pësim është: nëse ke me vete ujin e pastër dhe ushqim të mjaftueshëm, gjithmonë rri i kënaqur dhe kur mos u bëj merak. Jonathan Swift thot: mjekët më të mirë në të gjithë botën janë doktor dieta, doktor qetësia dhe doktor gëzimi. Pra ushqimi i pakët me qetësi dhe gëzim është ilaçi më i dobishëm i gjithë kohrave. Mos u mërzit se ndodh që fatkeqësia të jetë e dobishme dhe dëmi që ti e konsideron të tillë mund të jetë i mirëseardhur. Doktor Samuel Johnson thot: shprehia e të shikuarit në anën e mirë të gjërave është më e shtrenjtë se fitimi i disa mijëra dollarëve në vit. Njëri nga besimtarët e devotshëm i tha një harxhuesi: unë të shoh në dhunti të mëdha, prandaj kufizoj ato me falënderim. Allahu thot: nëse falënderoni, do t'u ashtoj të mirat, e nëse përbuzni, s'ka dyshim se dënimi im është i vështirë. Allahu ju sjell si shembull një fshat që ishte i sigurt dhe i qetë, të cilit i vinte furnizimi nga të gjitha anët me bollëk, kurse ata i përbuzën të mirat e Allahut. Atëherë, Allahu për shkak të sjelljes së tyre u aveshi petkun e urisë dhe të frikës.